Në rast të riaktivizimit të këtyre uzinave që me gjas pritet të ndodh, çfarë rreziku mund të ketë, profesor? A mund të ekzistojë rreziku i një përsëritjes së një gërdeci 2 apo ishte një rast sporadik ai? Në qoftë se do ringrihet sistemi i industrisë ushtrake, ai do ngrihet në baza tekniko-shkencore dhe nuk do drejtohet nga ignorant e tjerë si ata që përfunduan që bën gërdeci. Te gërdeci u mlodhen gjithë tregtarët, gjithë hajdutët nga ishin e nga sishin dhe u futën në atë pas batuar asnjë lloj rregulli, asnjë mas sigurimi, asnjë lloj procedure të ruajtjes së jetës së njerëzve. Atje ekzistonte vetëm përpjekja për të zhvatur dhe për të honyer gjithçka nga ajo pasuri që kishte ngelur akoma në vendin tonë pa djegur e pa shkatruar. Kështu që një uzinë, ta zëmë ne, do prodhohen, ta zëmë municione, një tip municione. Ai do përgatitet nga specialistë të caktuar, në një uzinë të caktuar, në kushte të caktuara, të standardizuara, ashtu siç i bën gjithë bota dhe ashtu siç i kishim edhe neve, ruajtja, transporti, shërbimet, mirëmbajtja, të gjitha ato do të bëhen nga njerëz kompetent. Dhe jo të vej një deputet që s'di shkrim e këndim, të vej të jap urdhra, të heqi apo të vëri njerëz, të çojë ata njerëz që do ai, të bëj falsifikime dokumentash siç u bën masive këtu në vendin tonë. Domethënë ne e katanisëm vendin në atë pa mase sa u mendua që në Shqipëri ka vetëm analfabet.